nëse mbes unë pa bateri, pa hartë, pa asgjë, ç'është duhet me kontaktu? Cilat janë metodat? Ne kemi edhe trajnimet që i bojmë çdo vit i përsërisim, do thotë 2-3 herë në vit dhe janë të hapura edhe për qytetarët. Do thotë mbijetesë natyrë. Mbijetesë natyrë realisht çdo është me ditë çdo individ që jeton në vendin tonë, edhe këto trajnime janë pa pare, janë të hapura, ka mundësi çdo qytetar më ardh me bo këtë trajnim. Kështu që puna e parë nëse ti jetë pa bateri, pa asnjë sinjal të mundshëm, realisht është dashur me ditë për me mbijetu derisa të vim në kontakt me ty. Po zotri Milajm, kush e kish menduar që po mbese në mal, për shembull? Po. Realisht kur jetë në mal edhe ki mundësi me mbijetu, atëre edhe dikush ko me dhon një lajm për ty se ti e duke mungu dikun edhe një drejtim e ke marrë dikush të ka pas, ka shans me lëviz pa të pa dikush. Okej. Kështu që lajmi i keq shpërndahet shpejt dhe ka mundësi që ne me arrit edhe. Në këtë rast mundemi me thonë fatmirësisht. Fatmirësisht. Vetëm këtë rast. Po, vetëm këtë rast. Kështu që prap apeloj të qytetarët. Por prit, unë kom hub mal, qa me bo unë? Ti nëse ke hub mal, na ki ne, që ne kujdesemi. S'kom kontakt, s'kom bateri, s'kom asgjë. Realisht kjo është pak e vështirë për ne, po prap po thonë që pa dal dikun me tregu dikush se kemi pa i person këtë drejtim, sepse janë edhe media që pastaj lajmërohet. Me siguri duna me pas një qetësi, me punu me vetën, se një ditë. Se për një moment do shta tjetër do të vi dikush, nga momenti në moment. Qëndres? Një gjë që është shumë e rëndësishme, çdo herë kur delnin qoftë në mal, qoftë në skijem, është shumë e rëndësishme me qenë të paktën 2 e më shumë veta. Kur jeni 2 e më shumë veta, është çaja pjesa e frikës që më nësh me menaxhu pak më mirë, më nësh me ndihmu njëri tjetrit, për këtë arsye është gjithmonë e parapo me qenë 2 e më shumë veta. E si pajisje çka mundemi me pas nëse si pajisje elementare, shkrepsve veti, qoftë një thik ose një diçka tesha, sigurisht dosh me pas gjithmonë, dosh më përgatit para se me shku në qoftë prej ambientit ku kime shku. Nëse shkon në pjesën e skijimit, normal ti dosh me pas parasysh që kime pas tesha pak më adekuate për ambientin që të rrethon. Pikë së pari duhet me ruaj qetësinë. Ajo është pika kryesore. Okej. Edhe hapi i dytë është se për shembull mua më ka panika edhe kur s'kam val me njerëz. E lëre më vet. Atëherë duhet me dalë me një pikë sa më të lartë për me pa orientimin ka mundesh me shku. Okej. Edhe nëse ki shkrebz duhet me dhëz një zjarr. Me kall malin. Okej. Po nëse është nevoja kall edhe malin. Për me pështu, se më e vlefshme është në jetë se sa një pjesë e malit. Sigurisht. Edhe pse atëherë për shkak që pas ke mundësi me marrë edhe fishek zjarre? Po, ato janë pak më të veçanta, kështu që nuk është pak. Pep, a bën me marrë pep? Po, pep, rastin e fundit që kemi pas me këta motoristat, unë kam qenë në Shqipëri, edhe më kanë thirrë në telefon, edhe thëshin çka me bë. Kish ka panika, edhe thash, dhezën një zjarr, po thash s'kena me qa me dhez. Thash motorat a i keni? Qitnja do dushk ose do bari thot të uspufi aty, edhe a i dhezet. Shë edhe e kanë dhez zjarin. Ja, përse kësha ditu në këto. Realisht në rastin tonë qështu që shkedal edhe ke mbet mal pa asnjë gjë, unë kisha preferu që ose të ngjitesh në Arsi dhe ta shëfsh në një qytet apo një fshat afër që më shpejt të bish aty, po realisht ta njerëz që dalin humbin kështu, thotë këtyre ju preferoj që ti njekun lumejt të poshtë e kanë më lehtë me lëviz në anën e kundër, ka lëviz lumi dhe lumi dikon patjetër që komo dal në një lum më të madh apo në një fshat afër apo në një qytet. A mundet më shkutu thaj lum krejt? Jo, nuk ka mundësi.